Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve urdhëroi Komisionerin Shtetëror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi të shqyrtojë në themel kërkesën ankimore të Lefter Maliqit mbi mandatin e kryebashkiakut aktual të Kuçovës Kreshnik Hajdari. Kërkesa e parë ka lidhje me kthimin për shqyrtim të çështjes dhe kasi me unanimitet vendosi ta pranoj këtë kërkesë, të shfuqizoj vendimin numër 35 datë 21/5/2026 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe vendos detyrimin e komisionerit për shqyrtimin në themel të çështjes. Më datën 21 maj, Ilirian Celibashi nuk e pranoi kërkesën për ta shqyrtuar ankimimin e ish kandidatit të opozitës me argumentin se është në konflikt interesi, pasi është shprehur më herët për të njëjtën çështje. Ndërkohë paralelisht, KAS vendosi t'i lejojë palës tjetër të drejtën për ankimim. Lidhur me këtë vendim foli edhe vetë Lefter Maliqi në daljen nga seanca ku shprehu pa kënaqësi. Unë kam thënë dhe them që kjo është thjesht një blerje e kohe, një manovër politike me mbrojtje oligarkike edhe politike, rasti i vetëm në Shqipëri që mbahet zvarr sa në një institucion, sa në SPAK, në gjykatën e lartë, gjykatën administrative, KQZ, kolegj, KAS e me radhë. Kreshnik Hajdari akuzohet për fshehje të një dënimi në një formularin e dekriminalizimit. Në nëntor 2023, Celibashi, pasi shqyrtoi ankimimin e Lefter Maliqit, vendosi të mos ia heq mandatin kryebashkiakut socialist me argumentin se subjekti vetdeklarues nuk ka detyrim për ta paraqitur në formularin e vetdeklarimit rrethana që nuk e ndalojnë të marrë detyrën. Ishte ky vendim që e shtyu Lefter Maliqin të ndërmarrë të gjitha hapat ligjor deri në gjykatën e lartë.